Kjo është zonja Vesna Spasenovska, e cila jeton në një nga banesat e shtetit në qarqishinë e Kërqovës. Vesna këtë banesë e ka marrë me qira në vitin 2004 nga shoqëria aksionare për ndërtim dhe menaxhim me banesat shtetërore. Ka 20 vite që jeton aty, por vitin e fundit kjo banesë është rënuar pothuajse tërësisht. E më e rëndësishme është pjesa e tavanit e cila ka filluar të bie dhe nga brenda duket qielli jashtë. Ovde mi panna sega pred jedan mesec, водождоите, a tamo prošlата година во Собал. Сега вие што барате од СИС? Да го реновират или да ми дадат соодветен стан. Не е проблем. Им реков, некни ми рекол ја да направя барање, да го прата во Скопје, во Министерство за СИШФЕ. Кој ќе го прочитат, ја има праќано порано, 2 пати, 3 пати. Одговор не су добила. Vesna thot se ka kërkuar ta rinovoj, por nuk e kanë lejuar. Ajo thot se është e gatshme dhe ta blej ose t'ja gjenjë një banesë tjetër. И почнаја сви да ми паѓат. Ода таму, бара и да го реновирам сама, не ми дозволува, немало тендери, не знам. И само си ода џабе зве. Само ми викаат ќе биде, нема тендери. Kjo banesë është zonë e mbrojtur trashëgimore dhe në vitin 2014 me projektin për rinovim nga qeveria duhej të rinovoheshin dyert dritare dhe fasada, por edhe pse e matën nuk u ndërmor asgjë. Nga shoqëria aksionare për ndërtim dhe menaxhim me banesat shtetërore, filiali në Kërqovë thonë se janë të njoftuar me gjendjen e banesës së zonjës në fjalë dhe premtojnë zgjidhje. Jemi të njoftuar me gjendjen e banesës së zonjës në fjalë, e kemi vizituar dhe i kemi ofruar të bëjë kërkesë për një banesë tjetër. Sa i takon rinovimit, i kemi njoftuar edhe zyrën në Shkup, tani është përzgjedhur kompania për rinovimin e këtyre banesave dhe shumë shpejt do të rinovohet. Ndryshe në Kërqovë ka 100 banesa shtetërore që i menaxhon zyra në Kërqovë dhe nga ato vetëm 2 janë të lira për banim. Pagesa mujore në këto banesa që kryesisht janë për familjet me rrezik social janë 200 deri në 800 denar.